Ministria e Arsimit ka njoftuar se është hapur raundi i dytë i pranimeve në universitete sipas udhëzimit të MAS, numër 41 datë 14/10/2014. Sipas njoftimit, maturantët apo kandidatët mund të aplikojnë online për plotësimin e kuotave të parealizuara, pas përfundimit të raundit të parë në institucionet publike të arsimit të lartë. Për vitin akademik 2014-2015, vetëm për programet e studimit dhe kuotat e shpallura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, prej datës 16/10/2014, ora 9:00 deri në datë 20/10/2014, ora 24. AKP shpall listën e fituesve të raundit të dytë në datën 23/10/2014, të ndarë sipas programeve përkatëse të studimit në përputhje me kuotat e rishpërndara nga MAS. Sekretaritë moslimore të fakulteteve në datat 24/10/2014 deri në 26/10/2014, prej orës 8 deri në orën 18, do të pranojnë dokumentacionin për gjithë kandidatët fitues. Kandidatët e shpallur fitues në programet e studimit me kohë të plotë nuk mund të regjistrohen për të ndjekur njëkohësisht studimet në dy programe studimi në IAL publike ose ato private.